Të nderuar pjesëmarrës, është vërtet një kënaqësi e madhe për mua si kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Shqipëri, së bashku me Qendrën e Shtetit të së Drejtës, që të organizojmë të aktivitet këtu në Shqipëri, në Tiranë. Siç kam përmendur edhe në takimin e fundit të vitit të shkuar, është një fakt shumë i njohur që teknologjia e informacionit është shumë e rëndësishme. Sot ne po vëmë re një rritje të përdorimit të teknologjisë në zgjedhje dhe është e qartë që këto procese janë të ndërthurura me njëra tjetrën. Unë nuk besoj se ka ndonjë vend në botë ku procesi elektoral nuk përfshin përdorimin e teknologjisë së informacionit në një farë mënyre. Niveli i zbatimit të teknologjisë në vende të ndryshme përcaktohet edhe nga shumë faktor objektiv dhe subjektiv. Nevojat, interesat, qëllimet, mundësitë financiare, kapacitetet njerëzore, tradita, kultura politike, kultura e shoqërisë, këto janë disa prej faktorëve të cilët përcaktojnë shkallën e përfshirjes së teknologjisë së informacionit në proceset zgjedhore. Një gjë mund të thuhet me siguri, ashtu si edhe në proceset e tjera politike, ligjore, juridike të tjerë. Përdorimi i teknologjisë së informacionit është një instrument i rëndësishëm. Kur flasim për përmirësimin e proceseve elektorale, kjo ka të bëjë me rritjen e transparencës, shërbimit ndaj votuesve më mirë, futja e qartësi më e madhe, por, nga ana tjetër, ne duhet të jemi plotësisht të vetëdijshëm se sistemet e teknologjisë së informacionit që duam të zbatojmë në proceset elektorale duhet të sigurojnë dhe të ofrojnë të gjitha garancitë për integritetin. Këto garanci duhet të jenë 100% dhe integriteti asnjëherë nuk duhet të vihet në dyshim dhe në pikpyetje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar programin për shumë aspekte të proceseve elektorale në vitet e fundit. Në zgjedhjet e 2021-shit, identifikimi biometrik i votuesve u zbatua për herë të parë në një numër shumë të madh të qendrave të votimit, që prej atëre identifikimi i votuesve në të gjitha zgjedhjet e mëpasshme është bërë nëpërmjet sistemit të identifikimit elektronik. Në zgjedhjet e 2021-shin, sistemi elektronik i votimit u pilotua në një zonë në Tiranë, por ky sistem gjithashtu në mars të 2022-shit u zbatua edhe në disa zona të tjera elektorale. Në zgjedhjet e këtij viti, votimi elektronik u krye në 3 bashki. Nga ana tjetër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Shqipërisë, me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës, ka krijuar një platformë elektronike për raportimin e të ardhurave dhe shpenzimeve. Ne jemi në procesin e zhvillimit të moduleve të tjera të digitalizuara, gjithashtu edhe platformave të tjera për proceset elektorale. Pak më vonë, gjatë kësaj seance, drejtori ynë i teknologjisë së informacionit do të japi më shumë informacion. Përdorimi i IT-s në proceset elektorale sa më shumë të jetë e mundur është shumë e rëndësishme dhe ne po i kushtojmë vëmendje gjithashtu edhe sigurisë së këtyre sistemeve të IT-s. Më duhet të pranoj që në fillim të diskutimeve tona të brendshme në interesin ton dhe durimin për të digitalizuar proceset elektorale sa më shumë të jetë e mundur, i kushtuan pak vëmendje çështjeve të sigurisë kibernetike. Edhe përvoja jonë e kufizuar në përdorimin e sistemeve të IT-s, por kryesisht përvoja tek qia të institucioneve të tjera në vend, si edhe
komunikimi dhe bashkëpunimi me partnerë të ndryshëm të tillë si idea ndërkombëtare, qendra për shtetin ligjor e të tjerë, kemi përdorur sistemet e IT-s në proceset elektorale dhe kemi marrë parasysh edhe çështjet e mbrojtjes nga krimi kibernetik. Vërtet, ka një përvojë tashmë në zbatimin e IT-s. Vendet tona nuk përfaqësojnë vende të fuqishme ekonomike dhe prandaj ne nuk arrim të realizojmë çdo gjë që ne do donim në lidhje me përdorimin e IT-s në zgjedhjet. Por duke qenë të vegjël, midis të vegjëlve, kjo na ndihmon që të shkëmbejmë përvojat tona dhe të shkëmbejmë ato më mirë me njëri tjetrin. Për më tepër, ne si shoqëri, si vende, kemi të përbashkëta shumë gjëra ekonomike, historike, politike e të tjerë. Unë besoj që ne të gjithë e kemi më të lehtë dhe më mirë të ndihmojmë njëri tjetrin se sa të merremi me vende të cilat mund të jenë tashmë perfekte në çështje të tilla. Ne duhet të bëjmë një komunikim sa më të mirë midis nesh. Prandaj, unë e konsideroj organizimin e këtyre takimeve dhe diskutimeve për këtë çështje shumë të rëndësishme dhe me përfitim. Së bashku kemi mundësi më të mira që të gjejmë mbështetje dhe partneritete me organizata dhe institucione të tjera. Secila prej këtyre organizatave ose institucioneve, kur ato shikojnë interesin ton si profesionist edhe si me projekte serioze të IT-s, nuk hezitojnë të na ofrojnë mbështetjen dhe bashkëpunimin e tyre. Idea ndërkombëtare dhe qendra për shtetin e së drejtës janë shembuj konkret të asaj që unë sapo përmenda. Me këtë rast, unë do doja të falenderoja këto organizata për mbështetjen e tyre, jo vetëm për organizimin e këtij aktiviteti, por gjithashtu në përgjithësi për interesin që ata tregojnë për të mbështetur vendet e Ballkanit Perëndimor për çështje të tilla kaq të rëndësishme si çështjet e mbrojtjes kibernetike. Do doja t'ju falenderoja të gjithë ju që jeni ju pjesëmarrës sot në këtë takim dhe ju uroj qëndrim të mbar këtu në Tiranë. Faleminderit shumë.